U mbajt turneu i basketbollit në Karroca me ekipet nga Gjakova, Prishtina, Gjilani, Mitrovica, Prizreni dhe Ferizaj, që u zhvillua në palestrën sportive Shaninushi në Gjakovë. Pjesëmarrësit u shprehën të kënaqur me këtë organizim, i cili u mbajt në kuadër të ditës botërore të personave me aftësi të kufizuara. Unë marrë pjesë domethënë për turnir të kështu që 16 vjet. Jam e rregullt. Marrëm pjesë edhe jashtë Kosovës, është hera e tretë që kemi marrë pjesë në Sloveni, edhe ku jemi kurorizuar domethënë me mirënjohje, me medalje, me kupa. Është hera e dytë që ky turne u zhvillua në komunën e Gjakovës dhe ndihemi të lumtur që është ftuar të marrë pjesë edhe klubi nga Gjilani, tha Abdul Ibishi. Unë e përfaqësoj klubin basketbollistik Drita nga Gjilani, për që muj me cekë se sa herë ku marrë pjesë nuk muj me cekë se janë mori turnire si në vende dhe jashtë vendit. Klubi jonë nga Gjilani i ban 6 orë njaftë, këto janë stërvitje të rregullta, do të thotë të ejtën edhe qëtu në dillën i kemi ka 2 orë, do të thotë 6 orë. Ardit Alia, si përfaqësuesi i ekipit nga Gjakova, tha se këtë turne e cilëson madhështor për të gjithë të antarësuarit në shoqatën Hendikos. Unë e përfaqësoj ekipin e vllazënimit nga Gjakova. Sot kem pas një farë turnir për nder të 30-torit, që është dita e personave me aftësi të kufizuar. Jemi të kënaqur për shkak po na kushtohet rëndësi. Drejtori i Hendikosit në Kosovë, Afrim Maliqi, tha se gjatë këtij viti janë organizuar gjithsej 5 turnire të basketbollit në Karroca nëpër komuna të ndryshme të Kosovës dhe bëj apel që institucionet komunale të komunës Gjakovës t'i përkrajnë më shumë personat me aftësi të kufizuara për shkak se kanë të drejtë me ligj. Shpresojmë dhe besojmë shumë se ky turnir do të jetë shumë i suksesshëm, sigurisht para 2 ditëve që kishim të njëjtin në Prishtinë. Turneu i basketbollit u përkrah dhe u financua nga Drejtoria e Kulturës dhe Nisë e Sportit në Gjakovë.